Okay. Jubilejin të 2. Lajmëtari i pranisë së Jahve foli sipas fjalës së Jahve duke thënë: "Shkruaj historinë e plotë të krijimit. Si në ditën e 6 Jahve Elohim mbaroi të gjitha veprat e tij dhe gjithçka që krijoi dhe çfarë e mbajti sabatin." Falë, ka qenë fjala pagane që përkthevi, po. E mbajti sabatin ditën e 7 dhe e beri të pastër për të gjitha shekuj dhe caktoi si shenjë për të gjitha veprat e tij. Tani, jemi me tues të atit Jahve Efezianët 5:1. Ati Jahve e mbajti sabatin ditën e 7 dhe e beri të pastër, të veçuar për të gjitha shekujt dhe caktoi si shenjë për të gjitha veprat e tija, si shenjë beslidhjes së përjetshme. Që ti dhe unë të ta marrim, jo të marrësh njeriu. Sepse ditën e parë ai krijoi qiellin të tokën dhe në lart, thotë okay, dhe të gjitha shpirtrat që i shërbejnë në frymra do të jetu, ka fjalën për engjëjt, që shërbejnë përpara atij, të cilët janë lajmëtarët e pranisë së Jahve, lajmëtarët e shenjtërimit, lajmëtarët e frymës së zjarrit, to janë engjëll përkatës për çdo gjë që Ati ka krijuar që neve shikojmë në krijimin. Engjëjt e frymës thotë së erave, lajmëtarët e frymës së erave, lajmëtarët e reve të bardha, të errësirës, të ngricave, të zerave, bubullimës, vetëtimës, pirtrave të ftohtit, thotë të nxehtit, të dimrit, të pranverës, të vjesës, së verës, të gjitha frymrave, këtu të frymra se e kam përthyer, të frymrave thotë në këtë rast që përkasin vjesës, verës, të krijesave të tij që janë në qiell dhe në tokë. Ai krijovi gropën pafund dhe errësirën. Ku do lidhet Satani për ato 1000 vjet që do lidhet? Në gropën pafund dhe në errësirën. Që ka përgatitur ditën e tij në mbrëmje, në agim dhe në natë. Kur pan veprat e tij e lavdëruam dhe adhuruam për të gjitha veprat e tij. Këtu po flet engjëlli. Lajmëtari i tij thotë, kur neve pan veprat e tij e lavdëruam dhe adhuruam, sepse ai Ati Jahve krijoi 7 veprat e mëdha, thotë të mëdha ditën e parë, mësandaj, okay. Po shikon ditën e parë do të kalojnë atë që përket sot për neve. Lavdiate, okay. Atë ditë thotë, okay, krijoi të gjitha detet, i grumbullovi, gjitha lumenjtët, gjitha liçenet, vesën e tokës, fara që mbillet, pemën futore dhe kopshin e Edenit në Eden dhe kudo. Kto janë 4 vepra thotë që Jahve krijoi ditën e 3. Okay, masandaj Elohim vargu 9 e caktoi diellin të jetë një shenjë, dielli të jetë një shenjë madhe mbi tokën për ditët, sabatet, për muajt, për festat biblike, për vitet dhe për sabatet e viteve, për jubilejnët, për të gjitha stinët e viteve. Dielli ndan festat e Atit. Prandaj në Izrael sot shikojnë henën, gjë që është kundra çfarë Ati ka thënë, për të caktuar festat biblike, shikojnë drapurin e henës. Ndërkohë drapuri i henës ju e dini që ka lloj-lloj nëse që morën nga Babilonia. Atë kalendar që ka skolare që unë masandaj kam shfaqur më përpara, Rachel Elior është ka 30 vjet që mëson në Universitetin e Izraelit, që është specifikuar dhe ka studiuar vetëm për kalendaret në këtë rast që ka degën e saj dhe doli thënë për të thënë farisejve para një viti diçka e tillë dhe ju tha atyre tani sot në një konferencë që bëri tha, përse tha ju po vazhdoni të mbani akoma kalendarin duke shikuar henën, thot, duke shikuar gjëra të tilla që ju morët që nga Babilonia tha. Etri tuaj tha. Dhe po i fliste për librin e jubilejve dhe të Enokut. Janë disa libra tha që flasin tha, kanë volum dhe kanë një diçka të mirë atje brenda. Por ata normal etrit e tyre i hoqën. Ndërkohë, Bibla thotë që Elohim, Zoti Jahve e caktoi diellin të jetë një shenjë e madhe thot për ditët, prandaj ne vëdimi që perëndim të diellit është dita biblike. Për sabatet po, sepse llogaritë sabatin në atë mënyrë, sipas diellit. Për muajt kemi kalendarin diellor që ti e ke në shtëpi, vlla motër, që vlla ju dha. Ai është kalendari diellor. Për sabatet, thot, për të gjitha stinët. E ndau errësirën, thot, për dritën nga errësira për begati, të gjitha gjërat, okay. Ditën e 5 ai krijoi përbindësh të mëdhenj deti në thellësirët e ujrave. Leviatani dhe është një tjetër që ka Ati do t'i shfaqi në mundimin e madh për një mësim tjetër. Leviatani është një kafshë
që është në ujrat. Në ujrat. Masandaj Behemothi është prap një kafshë gjigante që është në tokë, që ati do ta nxjerrë në shtrëngimin e madh. E thon këto dy libra. Ti marrim një ditë. Tu po flet për balenat, për masandaj thellësi, po brenda është edhe Leviatani këtu janë, në thellësirat e ujrave. Okej. Asa gjitha zojtë. Okej, dhe ishin dy lloje. Okej, vargu 17. Dhe ai na dha një shenjë të madhe ditën e sabatit, që të punojmë 6 ditë, por të respektojmë sabatin ditën e 7 nga çdo punë. Të gjithë lajmëtarët e pranisës së Jahwe dhe të gjithë lajmëtarët e shenjtërimit, këta dy lloje engjëll të mëdhenj lajmëtarës thot, ai atë Jahwe ju ka dhënë të na thonë ta mbajmë sabatin me te në qiell dhe në tokë. To dy grupe engjësh që janë engjëjt e pranisë të tia që janë 7 dhe engjëjt e lajmërimit të shenjtërimit që janë më vete, këto dy lloje të mëdhenj engjësh, atë Jahwe thot na ka thënë ta mbajmë sabatin me te, ndërkohë atë e mban sepse e ka krijuar ditën e 7 dhe e tha vetë. Thot neve thot me atin dhe me birin e tij tani thot e mbajmë në qiell dhe me ju këtu në tokë. Ne kemi në qiell, ju ta mbani në tokë tha. E shikon vllai kur vllai thotë që sabati mbahet në qiell dhe ti do ta dish se nuk je vetëm ti që e mban tani ti dhe unë këtu në tokë, apo festat biblike po praktikohen atje në qiell. Se janë festat e tia. Vullneti i tij të bëhet siç është në qiell dhe në tokë themi apo jo. Ndërkohë ka shumë vullnet të ra në tokë, sepse nuk duan të mbajmë ligjin. Si thot Isaia 30? Thot bi rebel dhe bi gënjeshtarës që nuk duan të mbajnë ligjin tim, thot ati. Thot ati Jahwe. Dhe dalim me çdo lloj citime masandaj apo gjëra që dalin që thuhen, mesazhe masandaj që dërgojnë gjëra të tilla. Ndërkohë ati thot ata që praktisin ligjin tim thot janë bi rebel dhe gënjeshtarë. Thot e para Gjoni 2:4. Edhe vërteta thot nuk ndodhe në ta. Apo aleancat masandaj që bëjnë, siç e dim, pa frymën e tia. Misira që nuk ke frymën, ku Adonai nuk dëgjohet, thot vetë, siç vëllai ka bërë këngën. Kur Adonai nuk dëgjohet në ato vende. Ndërkohë, festat biblike janë beslidhja e tij. Her po rinovojnë sot. Nesër rinovohet dita e diellit. Dita e parë e javës, që ati nuk ka thënë gjëra të tilla. Dita e parë e javës, Vepra 27, shikon fjalën ditë të shtuar nga farisejtë protestantë në atë kohë që përkthyen nga hebraishtja. Fjala ditë në klapa katrore shtuar, asnjë lloj fjale nga origjinali grek, po të shkosh në Veprat 27 e para e Gjonit 16, para e Korintasve 62, në Gjoni 28, i shikon fjalët të shtuara, fjala sabaton, përkthyer javë, komplet ndryshe. Po që ne kjo fjallë sabaton, nga vetë fjalla sabaton, sabat, nga vetë rejnja. Pyte një grek, thuaj, sabaton, qërë do thotë? Si të hiqeshe dita ati, sepse satani përdori njerës, vetëm për të manipuluar Biblën në fjallet të saktuara. Ndërkohë, thotë, të gjithë engjëjt e lajmërimit thotë pranisë të tia, lajmëtarët e shenjtërimit, këto dy lloje engjësh të mëdhenj thotë, ai u ka thënë, atë Jahwe thotë, të na thotë ta mbajmë sabatin me te në qiell dhe në tokë. Dhe ai tha, ja unë do ta ndaj një popull nga të gjitha popujt dhe ata çfarë këta do të respektojnë ditën e sabatit, ja si është veçimi. Dhe unë do t'i shenjtëroj për veten time, si popullin tim dhe do t'i bekoj. Përse? Sepse respektoj. Shiko çfarë rëndësie ka sabati. Shikoj vetë vëlla motër, për neve këtu janë. Dhe për ty që po dëgjon, ndoshta arrite deri tani, hati të bekoftë, po merr të vërtetër. Po del nga çdo lloj mësimi të gabuar. Ata që respektojnë ditën e sabatit, thotë unë do t'i veçoj, do t'i shenjtëroj për veten time dhe kur veçohesh për te, është gjëja më e çmuar që ti ke në jetën tënde. Po varet ti për kë veçohesh, për kë ndahesh. Domethënë, ka një ndarje, një person mund të veçohet, mund të lejë me një anë veten e tij për diçka, po ta lësh për krijuesin e qiellit tokës. Ndodh që çfarë?
Thot ati Jahue do t'i bekoj, ndërkohë sabatin thot e ka bekuar atë ditë. Apo jo? Dhe është një shenjë për popullin e tij dhe kombet shikon çfarë bëjnë. Manipulojnë sot ditën me çdo lloj feste të tjera masandaj që kanë të tyre dhe shikon masand mjerimin, mundimin, sëmundjet që vinë, tormentimin, çdo lloj depresioni, imoralitetin, shturjen, i shikon të tëra. Ndërkohë, kombi tonë është larguar nga urdhrimet e ligjit ka me 2000 vjet. Predikohet një mesia e rejmë, vazhdon me krishtet e rejmë që kanë still katolik ortodoksë dhe mendojmë se jemi mirë. Flet me dike, masandaj që kanë dhe quajnë veten pleqtë në Shqipëri, nuk din çfarë është mëkati. Jo, unë do shkoj në filan feste, jo, unë, ja, hajde këtu lerat të vlajnë te, lerat të Olgerin, Ndërkohë, ai po fliste në kafe për ty, vlla. Që më ka thënë vëllai i tha kush je ti, masandaj më ka thënë edhe unë kisha dëshirë shumë të takoja, tha. Të tëra falso. Ndërkohë frutat dëshmuan ndryshe. E sa dëshmi të tilla. Ashtu si që kam shenjtëruar ditën e sabatit, thot ati Jahue, dhe e shenjtëroj për veten time, kështu do t'i bekoj ata dhe unë, dhe ata do t'i jenë, se ka bërë për kthimin. Dhe bekoj ata dhe do të jenë populli im. Unë zgjodha pasardhësit e Jakobit nga të gjitha ata që kam parë dhe kam shkruar si birin tim të parë lindur, thot Jakobin e ka fjalën prapë, si e quan si birin tim, thot nga ana e dashurisë e shëmbëtyrës, dhe kam shenjtëruar veçuar për veten time për gjithmonë, dhe unë do t'u mësoj atyre, thot, ditën e sabatit, që ta respektojnë sabatin nga çdo punë. Ai krijoi në te një shenjë e përputhje me të cilën që ata duhet të kremtojnë sabatin me ditën e 7, prap një shenjë, thot, për ta kremtuar, për ta festuar, për të ngrënë, për të pirë, për të bekuar atë që krijoi të gjitha gjërat, ati Jahue, ashtu siç ka bekuar dhe shenjtëruar për vete një popull të veçantë me të gjithë popujt, dhe ata, thot, përveç se popullin, po dhe ata që do kremtojnë sabatin së bashku me ne. Shikon vëlla motë që hymë neve në ekuacion. Tho dhe ata, dhe që ata që kremtojnë, thot së bashku me ne. Efezianë 2, na beri 1, kemi akses me të njëjtën frymë. Për ata që kanë pranuar Mesian dhe ecin në urdhrimet e ligjet e tij. Ai beri që urdhrimet e tija të ngriheshin si një erë e këndshme e pëlqyer për të gjithë ditët. Nga Adami deri tek Jakobi ishin 22 krerë njerëz, deri në ditën e 7 u bënë 22 lloje pune, thot. Po fliste për ditët e krijimit, çfarë ka krijuar që nga Adami deri tek Jakobi që pastaj lindi 12 fiset e Izraelit. Kjo është e bekuar dhe pastër, e para gjithashtu është e bekuar dhe pastër, dhe ky shërben me ata për shenjtërimin dhe bekimin. Jakobi dhe pasardhësit e tij, që ata të ishin gjithmonë të bekuar, të pastër, të dëshmisë dhe ligjit të parë që u dhan atyre, thot. Ashtu siç e kishte shenjtëruar dhe bekuar ditën e sabatit, ditën e 7, ai i krijoi qiellin e tokën, bëri gjithçka në 6 ditë dhe Elohim e beri të pastër, shiko. Ati Elohim e ka bërë të pastër, thot. Prandaj ne nuk e duhet ta njollosim. Po të shikosh maje shënim në fletoren tënde, lutem. Shikoje Isaian 58. Po këtu do flasi për ca detaje, sepse këto detaje ne nuk i kemi ne Zanafilla apo në Eksodi. Okej, ditën e 7 kur ai mbërë të gjitha veprat, prandaj urdhëroi që në emër të saj që kushdo që do bëjë në një punë do të vdesë. Do të vdesë, dhe si ai që e ndot do të vdesë me siguri. Do të japi detajet si do të vdesë. Shiko sa e fuqishme që në Eksodi shikon prapë që do të vdesë, dhe unë e kisha në zemër dhe e thash atë citim, kur ja që e konfirmovi këtu më vonë. Si do të vdesë kur njeri bën punën atë ditë? Për këtë urdhëroi bijtë e Izraelit do të kremtojnë në këtë ditë që ta ruajnë të pastër, që të mos bëjnë asnjë punë të,
dhe të mos e ndotin, pasi është më e pastër se të gjitha ditët e tjera. Dhe kushdo që përdhos atë, do të vdesë me siguri. Kushdo që do të bëjë ndonjë punë të, me siguri do të vdesë kur? Në vdekjen e dytë. Lavdiem të tia, jasi dhe unë kam thënë, jo sepse tani, sepse është hiri dhe mëshira dhe dashuria e tij që po zbret për secilin për nesh, që ne të vendosim të mos e përdhosim ditën e sabatit apo festat e tia. Se me siguri një person kur do vdesi, jo tani, do vdesi në vdekjen e dytë të liçenin e zjarit. Në vdekje, thot, me siguri, dhe të jep detajet, thot, në qoftë se në kush bën ndonjë punë në te, me siguri, thot, do të vdesë në vdekjen e dytë. Okej. Në vdekjen e dytë, ja, vllai, po të jep pak detaje, ja më lejo, që në dyshin, okej. Vdekja e dytë, ja ta marrim në detaje. Vdekja e dytë. Zbulesa 20. Dhe pashë një engjëll që zbriste nga qielli. Kishte çesin e umnerës, një zyqër të madh, kapi dragojin, gjarpin e lashtë, djallin Satanin dhe e lidhi për 1000 vjet, kur Mesia do mbretërojë në tokë. Paqe, beslidhja e paqes në tokë. Dhe hodhi Satanin në umnerën e petë gropën e madhe që ati beri më përpara, ja ku e ke. Dhe mbylli dhe vullosi mbi të që të mos i mashtrojë me kombet për atë 1000 vjeçar, derisa çfarë të mbushet për 1000 vjet. Dhe pas këtyre ai do të zgjidhet për pak kohë, do lëshohet për pak kohë. Pastaj thot një engjëlli që fletë Johanan Gjonit. Dhe pashë frone, thot. Frone. Kush ul mbi ato frone? Ti dhe unë, vlla. Ata ulën mbi to, ata kush? Që ka dhënë pushtet mbi kombet, mbi qytete, thot, do t'u jap pushtet, thot Mesia, mbi kombe, mbi qytete, thot, në mbretërinë që po vjen, thot, në mbretërinë time. Këta persona, thot, që kanë mbajtur ligjin e ligjdensit, besimin tek Mesia Jeshua, këta ulën në fronet, mbi to, dhe ju dha pushtet të gjykojnë. Po, ku t'jashtë? Kjo është gjë me... Nuk e dia a e percepton dot në zemrën tënde. Do i na jepet pushtet të gjykojmë kombet, bile do të gjykojmë dhe engjëllit, thot apostulli Shaul në radhë parë. Dhe lavdia tonë do jetë më e madhe se engjëllve. Në ato e penë ajo në kockat tona çado, është aroma e pemës së jetës. E pam pak më përpara. Mos andaj pa shpirtat atyre që kishin prerë kokën për dëshminë e Jashuas dhe për fjalën e Elohim. Cila është fjala këtuja? Ligji. Të mbash besimit tek Jashua, dëshmia për Jashuan dhe fjala. Urdhrimet, ligjin e tij që thot në Luka 8, lavdimit tan to atë. Më mbushe. Isha nevojë për lavditin tënd. Për të folur fjalën tënde. Me qetësi dhe lutem atë në emër të Jashuas. Për cilin do që ka një zemër të sinqertë. Nuk e di rrugën tënde. Nuk e di urdhrimin tënde. Nuk i kupton plotësisht, po lutem atë që të ndihmosh në emër të Jashuas, siç më ndihmove mua. Për cilin do që ka një zemër të përkushtuar, për të shërbyer ty në emër të Jashuas. Me të cilën çfarë, shko vëlla motër. Zbulesa 14 ri përsëritet, thot. Këta, thot, nuk kishin adhuruar bishën, as figurën, as nuk kishin marrë damkën mbi ballin e tyre, dhe në duart e tyre. Çfarë kishin mbajtur? Besimin tek Jashua Mesia dhe urdhrimet e ligjit. Zbulesa 14 a thot, Aprazi, vargu 11-12, shko shikoj. Këta u kthyen në jetë dhe mbretëruan me Mesian për 1000 vjet. Edhe për të vdekur të tjerë, ka fjalën, për të vdekur të tjerë që do gjykohen, jo për ata që do mbretërojnë me Mesian, për të vdekur të tjerë që kanë vdekur dhe do gjykohen, që nuk janë pjesë e ringjalljes për të hyrë brenda në qytetin. Pa të tjerët nuk u kthyen në jetë derisa të përmbusheshin 1000 vjet. Këta është për në liçin e zjarrit. Tani ringjallja parë thot ka ndodhur për ata që do jenë pjesë të mbretërojnë me Mesian. I lumë dhe i vequar i shenjtë ai që ka pjesën në ringjalljen e parë.
Mban urdhrimet e ligjit, besim tek Jashua Mesia në të verdhë, do jesh pjesë e ringjalljes së parë. Tani, në ringjalljen e parë, mbi këta grupe persona çfarë? Vdekja e dytë nuk ka pushtet. E shikon vdekja e dytë? E pam pak më përpara punën e vdekjes së dytë që po flisim për sabatin? Që këta do të vdesin, thot, dhe kishte fjalën për vdekjen e dytë? Do të rikthehemi prapë dhe mund ta marrim, ja ta marrim për një moment, kështu që ta kemi edhe për më vonë, ta afrojmë atje pasi ta lexojmë. Lavdijemi të tia. Okej, Isaia po vlla, vazhdon aty po flet për sabatin. Çfarë Isaia 58. Mirë bëre që e postove edhe për rifreskimin e mendjes tonë këtu ja. Prandaj vllai unë kurajon siç po të thesha që përndajeni këto mësime vlla motë në statusin tuaj, për ne këtuja sepse Satani fshen këto mësime. Në WhatsApp, në story ku e ke, në Facebook, merri nga YouTube, merre linkun, postoje diku në komentet linkun nga YouTube, kur shikon diçka, okej, hidhe një mësim që të kuptojnë të vërtetën. Në ringjalljen e parë thot, nuk i prek vdekja e dytë. Dhe ata çfarë do të jenë priftërinj të kujt? Të Zotit Jahve. Edhe të Mesias thot, dhe do të mbretërojnë me ta 1000 vjet. Atë që tha pak më përpara. Që u dhash pushtet, një qytet thot dhe mbi kombet. Kur të pasaj, kur të kryen 1000 vjet, Satani do zgjidhe, do ngrihen kundra qytetit, por masandaj çfarë nga qielli do zbresi zjarri, i dërguar nga Elohim dhe do t'i përpijë. Të gjitha ata që u ngritën për të lëvizur kundra çfarë? Qytetit të dashur, për ta rrethuar qytetin e dashur Jeruzalemin e ri. Ati çfarë do bëjë? Do zbresi nga zjarri. Do zbresi nga qielli zjarrin e tia për t'i përpirë. Isaia 54 që merret dhe ju e dini këtu, ndoshta më keni dëgjuar disa, por për ta refleksuar. Isaia 54, asnjë armë e sajuar kundra kujt qytetit që do ta rrethojnë nuk do ketë sukses dhe Ati do t'i gjykojë. Ai është interpretimi, nuk po flet për personat atje, sepse Isaia 54 flet për qytetin e ri. Po flet që si në atë kohë, kopshti e Edenit, po u godiçi nga ujra dhe Ati masandaj pati mëshirë dhe troqi lart me gjithë pemën e jetës. Dhe përpara masandaj vargut të Isaias 54, përpara atyre armëve që këtu sajon, ja ku janë armët, të thot vllai, ja ku janë armët. Do të dalin, ja ku janë armët që rrethohen. Ja ku i ke. Do mblidhe Satani, çfarë do t'i mbledhi kujt? Njerëzit do të për luftë, ja armët që formohen. Do të lëvizin kundra qytetit të dashur. Por në Isaia 54 thot Ati ka përgatitur kovaçin, prushin, që të nxjerrë thot zjarrin thot. Do nxjerrë zjarrin, po par tjetër. Do nxjerrë zjarrin në emër të Jashuas për lavdi të tia. Do të zbresë zjarri nga qielli, do t'i përpijë. Si me Satan, si me të tjerë që kanë rrethuar qytetin e dashur Jeruzalemin e ri. Që është në 1000 vjeçari. Prandaj ato doktrinat e reme të Jovajt dhe çdo 1000 vjeçar që qenë ka këtu tashme apo që i hasëm asandaj vlla në sheshin e Skënderbeut para dhe ditësh. Nuk qëndrojnë ato mashtrime. Ndërkohë ju thoni të Jovajt, ju thoni që ju qenë keni 144.000. Por ato ishin nga 2 fiset e Izraelit, që ne ti që ne ju nga kombet në radhë të parë, që ne ti 144.000? 144.000 që ne ti pjesë të ty. Ndërkohë ata janë 12.000 nga çdo fisi i 2 fiseve të Izraelit. Komplet manipulimet të personit të Mesias Jashuas. Si qenë ka Mesia Jashua? Arkangjëlli Mikaeli? Ndërkohë Arkangjëlli Mikaeli pak më përpara po fliste, po shpjegonte disa gjëra. Mos ndoshta një arkangjëll u ringjall, nxori gjak dhe vdiq për ty dhe u ringjall? Sa manipulime do vazhdoni të mashtroheni? Nëse do bëjmë mësime specifike. Peter Zbulejsa që po flistin, ishte që po flistin pak më përpara për punën e sabatit, që po flistin, që Ati po thoshte që
ata që përdosin sabatin, ndërkohë Isaia 56, që në fillim thot, të bekuar janë ata, thot, që bëjnë këtë, thot, që nuk e përdosin sabatin tim, thot. Dhe do hyjnë në malin, thot, e veçuar të shenjtë. Tani, e pam pak më përpara, ja, po, e kalojmë tu, jemi në jubilejnë të 2, tani, po e marim që në njëshë deri në 27, me pas fjallë. Tu ishte jubilejnë të 2. Po flisnim që kushdo që bën një punë në ditën e sabatit me siguri do të vdesë kur në vdekjen e dytë. Ky ishte konteksti që po merrnja për të përcaktuar që një person sot e kësaj dite në vdekjen e dytë dhe pamres bulesa, siç e pam pak më përpara, që në ringjalljen e parë, ata që kanë mbajtur urdhrimet e ligjit dhe besim tek Mesia Jashua, mbi ata nuk ka pushtet vdekja e dytë. Tani thot, me qëllim që bijtë e Izraelit ta kremtojnë këtë ditë në sabati brez pas brezi, Eksodi 31, që të mos çrënjosen nga vendi. Dhe ti dhe unë, kur mbajmë festat biblike, sabatin, ngrenja e pastër, nuk çrënjosesh nga vendi ku je. Nuk e di atë Jahwe ku je ti në? Çfarë ke nevojë vëlla motër? E di ai. Po kërkon zemrën. Kërkon që ti të kërkosh mbretërinë. Ja ku janë principet e mbretërisë. Drejtësinës, pa ato ligjin e tia. Dhe çdo gjë tjetër do të shtohet në jetën tënde. Ndërkohë sabati çfarë është? Një ditë e pastër dhe një ditë e bekuar. Ja ku janë detajet që shumë herë shikon, po ja tani nuk po vdesim neve, thon njerëzit. Ja, unë po e shkel sabatin, nuk po vdes. Ndërkohë ati thot me siguri do të vdesin kur? Në vdekjen e dytë, thot, sepse nuk janë penduar, thot, nga shkelit e ligjit. Që sabati është pjesë e zbatimit të ligjit. Festa e parë biblike, një shenjë beslidhje së përjetshme për ata që kanë një zemër dhe kanë hyrë në beslidhje, tani me anë të gjakut të Mesias, që na dha akses të afrohemi tek Ati. Kushdo që respekton atë sabatin, respekton thot sabatin, dhe në të gjithë punën e tij do të jetë i pastër dhe i bekuar për të gjithë ditët. Dhe duke që e pak, do të jetë i pastër dhe i bekuar për të gjitha ditët e jetës tënde. Vlla motër, e kupton? Përse buçet vllai që tani ti po merr një dëshmi? Po merr një dëshmi. Ndërkohë ata që kanë një zemër që ndrojnë, si që jemi të bekuar ne, thot engjëlli, do të jenë të bekuar për të gjitha ditët, këtu më falë, ko fletër për ringjalljen, do të jetë, thot, i pastër, kur, tani, asnjëherë për ne nuk është i pastër, ti mund të bjesh dakord, vëlla motër, për neve këtu, asnjëherë për ne nuk është i pastër. Mundohemi të pastrohemi me anë të urdhrimeve të tija që na veçojnë dhe kështu neve nuk njollosemi. Por këtu po flet për ringjalljen atë që kam realizuar, sepse engjëjt çfarë janë të përjetshëm, thotë, do të jenë dhe ata thotë të bekuar siç jemi neve. Shpallni dhe i thoni bijve të Izraelit ligjin e kësaj dite që ata duhet ta respektojnë, është leje me vogël fat. Thot dekretin thotë. Më e kam harruar këtë anë. Ligjin e kësaj dite që ata duhet të respektojnë sabatin, që të mos e braktisin atë në gabimin e zemrës së tyre. Ja ku ndodh. Përse sabati sot nuk praktikohet dhe kanë braktisur? Sepse janë në gabimin e zemrës së tyre. Kushdo që refuzon sabatin për ta veçuar, për ta shenjtëruar, për ta praktikuar, për të mos e përdosur, dhe se nuk është e lishme të bëhet në një punë të, dhe nuk është e përshtatshme për të bërë kënaqësinë e tyre në të. Tani, do dalësh në udhëtim vëlla motër, në udhëtim, do dalësh një shëtitje, do shkosh lart në kodër, ta zem vëlla, apo dole në një vend që ti po ecën në ditën e sabatit, apo ajo nuk është kënaqësia jote, ti po komunikon me kryesën e qiellit tokës, ke marrë ndoshta Biblën në dorë, ke marrë kufjet, në këtë rast po dëgjon një mësim apo po dëgjon Biblën, je aty duke çfarë?
përveçuar. Po këtu thot kënaqësia, thot do shkosh në lokal, apo do shkosh në tjetrin, apo do bashkosh me kombet, apo gjëra të tilla, ato janë kënaqësitë. Shiko tani, në ditën e sabatit që të mos përgatisin asnjë gjë për të ngrënë ose për të pirë në të. Ka fjalën, nuk gatuhet në atë ditë. Dhe thotë nuk është e lejuar që të nxjerrësh ujë, sepse për të nxjerrë ujë nga pusi, gjëra të tilla, në atë moment është punë, thotë. Ti do ta kishe bërë, do ta tregoj si mund të bëhet. Dhe as të futesh apo të nxjerrësh në portat e tua ndonjë barr, ndonjë peshë thotë të rëndët, që nuk e kishe përgatitur për vete kur ditën e 6 thotë, do ta kishe bërë në banesën tënde. Nuk do të sjellin as nuk do të marrin asnjë gjë nga shtëpia në shtëpinë atë ditë, sepse ajo ditë është më e pastër dhe më e bekuar se çdo ditë jubilare jubileut. Në këtë ditë ne kemi mbajtur sabatin në qiell. E kanë mbajtur engjëjt. Përpara se t'i behej të njojtur kujt, çdo mishi që ta mbante mbi tokë, thot, ne engjëjt thot, e kemi mbajtur lart thot, para se t'u jepesh e juve. Shikon vëlla motër, kur thot vllai që mbahet sabatin i qiell sot. Krijuesi të gjitha gjërave e bekoi, por nuk e shenjtëroi për të gjithë popujt dhe kombet për ta mbajtur sabatin, por vetëm për Izraelin, vetëm për ata i lejoi të hanë dhe të pinë dhe të kremtojnë sabatin mbi tokë. Fillimisht sepse ju dha atyre, këtë po thotën. Ku ne dim tani që na është për neve Efesianë 2. Kemi të njëjtën ligj të përsosur, bilesa thot numrat 15, ke si për të huajin, thot si për vendasin, është njëjti ligj i përjetshëm. Por thot është zemra që bashkohet thot me Krijuesin për të mbajtur urdhrimet e tija, sabatet e tija thot. Por fillimisht thot e dha vetëm për popullin e Izraelit, jo për tërë kombet me njëherë. E dha për ata sepse ata i veçoi. Dhe Krijuesi të gjitha gjërat bekoi këtë ditë që kishte krijuar për bekim, e ka krijuar për bekim, pastërti dhe lavdi mbi të gjitha ditët. Ky ligj dhe dëshmi ju dha bijve të Izraelit si çfarë? Si ligj i përjetshëm për brezat e tyre. Njaku e vulos, lavdi emri të tija. Një ligj i përjetshëm për çdo brez që do vijë. Fjalët e urta se 2:6. Mësoi, thot, fëmijëve, thot, rrugët e mia që kur të rriten mos largohen prej tyre. Ka ligjin tim të përjetshëm. Brez pas brezi. Sepse ajo ditë ati që ka krijuar për bekim, pastërti dhe lavdi mbi të gjitha ditët e tjera. Dhe pas kësaj ligji thot unë ju bëra të njohur ditët e sabateve në shkretirën e Sinait, që është midis Elimit dhe Sinait, ju tregova për sabatet e tokës në malin Sinai. Është një sabat toke që çdo 7 vjet, një që ka tokë e le tokën pa mbjellë. Ajo që do dali. Biles masandaj dhe kur merr nga ajo që do dali, i lihen cepat për të varfrit thot ati. Leri thot, mos si korr, mos si leri për të varfrin, për udhëtarit thot që ata të hanë thot. Dhe ju tregova për sabatet e tokës në malin Sinai dhe ju tregova për vitet e jubileut në sabatet e viteve, por vitin e tij nuk ja kam treguar derisa të hynë në tokën që të zotëroni thot. Dhe toka gjithashtu të mbaj sabatet e saj, atë që po thesha, ndërsa ata që të banojnë në te. Dhe ata do të njohin vitin e jubileut, që shkuan në Babiloni, në kohën e Ezekielit, në kohën e Jeremias, në kohën e Nehemiat, të Ezras, të Barukut, të Danielit që ishin në Babiloni. E di çfarë pse shkuan? Sepse nuk mbajtën sabatin e tokës. Dhe për 70 vjet që nuk e mbajtën, ati tha për 70 vjet do shkonin në kaptivitet thotë, që nuk e mbajtën sabatin e tokës, nuk po mbani urdhrimet e mia dhe shkuan masandaj. I paralajmërovi me Jeremian po. Dhe masandaj shkuan për 70 vjet që nuk mbajtën sabatin e tokës. Prandaj unë kam caktuar për ju javët vitet e jubilejve thot, ka 49 jubilej nga ditën e Adamit deri në këtë ditë. Tani këto janë për të llogaritur pak, janë çik në brendësi dhe kërkojnë çik studim. Dhe një javë 2 vjet thot, dhe ka ende 40 vjet për të ardhur për të mësuar urdhrimet e Yahweh derisa të kalojnë në tokën e Kanainit, duke kaluar në Jordanin e Perëndim për ata. Okej.
Dhe jubilejin do të kalojnë derisa Izraeli do të pastrohet nga çdo faj i kurvërisë dhe i papastërtisë, i ndotjes, i mëkatit dhe i gabimit, dhe do banojë me besim në të gjithë vendin, dhe nuk do të ketë mes Satan apo ndonjë të lig, dhe vendi do të jetë i pastër që nga ajo kohë përgjithmonë. Këtu po flet për ringjalljen. Këtu po flet mbas i gjykojë dhe Satani, thonë, nuk ka me Satan. Kur do gjykojë Satani? Mbas 1000 vjeçarit që lëshohet me një kohë të shkurtër, dhe kjo thotë që mas andaj vendi, po të thotë, shikoj detajet kur lexon Biblën. Vendi do të jetë i pastër nga ajo dhe përgjithmonë. Tani nuk është i pastër vendi, në asnjë vend nuk është i pastër. Që nga ajo kohë thotë dhe përgjithmonë. Dhe ja urdhërimi në lidhje me sabatet, që unë i kam shkruar për ty, në të gjitha gjykimet e ligjet të saj, 6 ditë do të punosh, por dita e 7 sabati Jahue Zotit tënd. Në të nuk do të bësh asnjë punë, as ju, as bijtë tuaj, shërbëtorët tuaj, dhe as shërbëtorët tuaja, as baktia thot i huaj që është me ty. Dhe njeriu që do të bëjë në një punë do të vdesë, dhe e pa më kur do vdesë. Në vdekjen e dytë. Kushdo që përdos atë ditë, kushdo që fle me gruan e tija. Tani flasim për bestinë që jemi këtu, por në ditën e sabatit nuk kryhet marrëdhënie intime sepse ndotesh. Te apo thot, kushdo që fle me gruan e tij në atë ditë, thot. Sepse një person që masandaj normal që në kryen e marrëdhënies intime ka një lëshim fare, domethënë dhe gruaja dhe burri ndoten, do lahesh me ujë, je i papastër deri në mbrëmje, thot Levitiku. Por në atë ditë thot nuk do ta bësh me dashje, me vullnet të lirë, thot. Kushdo që fle me gruan e tij, kushdo që thot ose do të bëj diçka në atë ditë, do të niset për një udhëtim në atë ditë për të bërë ndonjë blerje apo ndonjë shitje, thot. U nis në udhëtim, do vetë ta shes atë gjën atje. Do vetë ta blej atë gjën atje matan. Thot nuk bën në sabatit, dhe kushdo që merr ujë në të që nuk e ka përgatitur për veten e tij në ditën e 6, thot. Do ta kishte përgatitur, thot. Prandaj kemi ditën e 6, ditën e 5 apo që të përgatitesh, thot. Kushdo që merr në një barë për ta mbajtur atë nga tenda e tij, nga shtëpia e tij, do të vdesë, thot. Se ka fjalën që këta persona po vazhdojnë të bëjnë këto gjëra dhe nuk vënë veshin, thot, urdhrimeve zërit tim, thot ati. Edhe një herë, për punën e kryerjes së marrëdhënies në këtë rast në atë ditë, është sepse nuk mund të shkoje në tempull, në këtë rast i papastër, as gruaja as burri në atë ditë, që ishte kryer marrëdhënie. Por ati e thotë specifikisht këtuja që të mos kryesh marrëdhënie, thot, në ditën e tija. Sepse çfarë tha? Okej, lavdime të tija atë. Lavdime tënd. Ti e fole fjalën dhe po e flet. Përse? Më lejo ta gjej. Ajo ditë si ishte vëlla motër, njëra nga gjërat që mua më preku thellë. Ajo ditë është më e pastër. Tani, dita e sabatit sot është e pastër. Në zemrat tona, në ndërgjegjen tonë, ku neve masandaj e ndotim veten tonë me gjëra që ati ka thënë të mos i bëjmë, të rendotim atë ditë që është e pastër, apo jo? Nuk e tha njerë këtu, e ka thënë shumë herë që po e thoshte. Ditë e bekuar, po kishte fjalën që është një ditë e pastër. Nëse e ka thënë plot herë që thoshte masandaj një ditë e veçantë, një ditë e pastër që thoshte pak më përpara. Lavdime të tija. Okej, ishim këtu, ja? Falë të gjenjë. Nuk do të bëhet, kushdo që mban në një barë, nuk do të bëni asnjë punë ditën e sabatit, përveç asaj që keni përgatitur veten tuaj në ditën e 6. Me ka fjalën që për të ngrënë, për çdo gjë tjetër i ke siguruar në ditën e 6. E ke prandaj është dita e përgatitjes në ditën e 6. Ne përgatitemi për çdo gjë në fundit. Përgatiten njerëzit për punë, përgatiten këtu, përgatitemi për festën e tij që mbahet në qiell nga Ati, nga i Biri, nga engjëjt e tij. Dhe ne do t'i përgatitim në ditën e 6.
çdo gjë. Në mënyrë që thotë që të hani, të pini, të pushoni dhe të mbani sabatin nga çdo punë në atë ditë dhe të bekoni Yahweh Zotin tuaj, i cili ju ka dhënë çfarë? Ju ka dhënë një ditë të feste, një ditë të shenjtë, një ditë të mbretërisë së shenjtë për të gjithë Izraelin, nga kjo ditë midis tyre për gjithmonë të përjetshme. Sepse i madh është nderi që Yahweh i ka dhënë Izraelit që ata të hanë, të pinë, të ngopen në këtë ditë feste, festa e parë e vitit 23, që të pushojnë në te nga çdo punë që i përket të punës së bijve të njerëzve, përveç të djegjes së tejmanit, të sjelljes së ofertave, flijimeve përpara Yahweh për ditën dhe për sabatin. Okej, nuk ka një tempull, do ketë 1000 vjeçarin për kombet. Të priftërinjtë, masandaj që janë ringjallur në ringjallën e parë, që në të rastë Zoti Mesia Yeshua do japi, ata do gjykojnë masandaj ofertat që sillen dhe flijime që do sillen nga kombet. Zekaria 14, të mbajtur festat e Atit, sabatet e tija. Isaia 2:3, nga Sioni do dali ligji. Malakai 4:2, se njëjta gjë. Isaia 6:6, në qellerim tokën e re, që Ati do bëjë të qëndrueshme dhe emra tuaj thotë do t'ju bëjë të qëndrueshëm, të përjetshëm. Thotë do të ndodhi që nga një muaj i ri në tjetër, nga një sabat në tjetër, do të vinë të bjenë në gjunjë përpara meje, thotë Yahweh. Në atë ditë kur të vi Mesia, se sabatet e tija, festat e tija, ligji i tij përjetshëm qëndron. Vetëm kjo punë do të bëhet në ditën e sabatit, o çfarë? Që ata që janë në tempull, thotë në shenjtoren time, ata do vazhdojnë punën e tyre normal. Do kenë flijime të vazhdoshme, thotë vazhdimisht, nga dita në ditë, si një kujtim i këndshëm përpara Yahweh, që ai të pranojë nga të gjithë, gjithmonë nga dita në ditë, sipas asaj që është urdhëruar. Dhe çdo njeri që bën një punë të, ose shkon në një udhëtim, ose punon tokën e tij, dhe pam punën e udhëtimit që pasandaj dikush ngrishe në komentet, siç bënte, udhëtimi e ka fjalën udhëtime të shesës të blesh, udhëtime për kënaqësinë, por se një person do udhëtojë për të pagëzuar një vëlla një motër, apo do udhëtojë sepse ka një nevojë një vëlla një motër i beslidhjes, do udhëtojë ta ndihmojë. Është qëllimi i zemrës përse një person po e bën atë udhëtim dhe ku po e bën, për çfarë? Çdo person që punon tokën e tij, nëse në shtëpinë e tij apo në një vend tjetër, kushdo që ndes një zjarr, sepse ndezja e zjarrit do shkoj njëri jashtë të merr një drutë, të gjitha gjërat thotë. Tani zjarri ishte për ata kishin çadrat, do ndizeshe brenda për tu ngrohur. Por kishte fjalën kushdo që ndes një zjarr dhe shkon të marrë. Masandaj jashtë ose të gatuaj, ndezja e zjarrit kishte bënte me gatimin, me këtë besoj se ndes një zjarr. Ose hypën në ndonjë kafshë, tash hypën në një kafshë do ikin udhëtim. Udhëton në anije në det, kushdo që godet dhe vret diçka në gjahun, ose therr një kafshë, një zog, kushdo që kap një kafshë ose një zog ose një peshë, kushdo që agjeron, shikon vlla që po të thesha që nuk agjerohen në ditën e sabatit, ja ku. Sepse tha që duhet të hamë, të pimë, të gëzojmë përpara tija. Nuk mbahet agjerim sot. Është festa e tija. Biles, masandaj me hirën e Atit që po të kesh një strukturë të mirë, që ti ta krijosh, po ta kesh ambientin, domethënë, që në ditën e 6 në perëndim që fillon sabati, masandaj në darkën bekon Atin, e more pjatën përpara, po ti jesh vetë ose po ti jesh me të tjerë, akoma më mirë, apo po ti jesh me familjen tënde në një të ardhme, do mbledhësh familjen rreth tryezës tënde në ditën e 6, fillon karem perëndimi, merr shofarin, merr burinë, i bie burisë. Sepse në ditën e festave të tija do t'i bien burisë, unë kështu e bëj. Bie perëndimi këtu, i marr fëmijët e mi, dalim këtu mbrapa në Barça, marr burinë që kam këtuja dhe i bie. Sepse fillon sabati. Bëjmë një lutje me ta, masandaj vime këtuja dhe darkojmë, falenderojmë Atin për ditën e sabatit, ulem ham darkë. Në ditën e 6 në mbasi ka hyrë perëndimi, fillon sabati, që është dita biblike, siç e dim, nga perëndimi i ditës së kaluar deri në perëndim të ditës sotme që ishte sabati. Kjo është një gjë e mirë për ta bërë. Ose thot dikush që bën luftë në ditën e sabatit, thot. Okej, në ditën e sabatit thot me vullnet të lirë shkon të bëjnë luftë me dikë, thot. Jo, thot.
kur vjen puna për të mbrojtur, që kishte populli Izraelit dhe ndodhi me Makabin, të që ata i goditën në ditën e sabatit, sepse qëndruan masandaj që për të mos bërë luftën atë ditë. Por masandaj u ngritën dhe thanë, ne do mbrojmë veten tonë, dhe mbrojtën, dhe ati masandaj i bekovi. Bekovi se pasaj vazhduan, masandaj bën tejmanin në tempull e pastruan tempullin. Do ta shikojmë librin e Makabinëve. Njeriu që bën ndonjë nga këto gjëra që përmendi pak më përpara do të vdesë në vdekjen e dytë, siç e pamë. Kështu bitë e Izraelit do të respektojnë sabatin sipas urdhërimeve në lidhje me sabatin e vendit, siç është shkruar në pllakat qellore, që ati shkojti me gishtin e tij, Eksodit 31, të cilat ai dha në duart e mia, thotë Moshe, dhe unë të shkruaj për ju ligjet e stineve për ndarjen e ditëve, me këtë plotësohet llogaria e ndarjes së ditëve. Lavdimit të tija. Një gjë të tillë vëlla që ose motër nuk i kishin parë detajet në Zanafilla, nuk shikon gjëra të tilla, por librat që kanë fshehur farisinjtë në shekullin e dytë, i kanë fshehur sepse Satani çen personat që nuk ishin të rilindur. Dhe gjëra të tilla kanë sot i kësaj dite që kanë vëllezër motra shërbesa për te, nëse mos në Amerikë, që i respektojnë dhe janë pjesë e studimit të tyre. Do t'i mbaj ligjet e tua, me gjithë zemër do të eci në to. Masimi yt është një lambë, për këmbët e mia dritë, për shtetë.